Lezhë nuk po tërheq turist vetëm me bregdetin e saj, por edhe me pasuritë historike, kulturore dhe natyrore. Krahas pushimeve në plazhet e Shëngjinit dhe Tales, gjithnjë më shumë vizitor po shfaqin interes për atraksione turistike që ofron ky rajon. Për herë të parë këtë sezon po organizohen itinerare turistike, të cilat u japin mundësi pushuesve të vizitojnë disa nga pikat më të rëndësishme të Lezhës. Më të preferuarat mbeten Memoriali Gjergj Kastriot Skënderbeut, Muzeu Etnografik dhe Arkeologjik, si dhe Laguna Kunevain, një nga zonat më të veçanta për biodiversitetin dhe peizazhin natyror. Turistët shprehen se eksplorimi i historisë, kulturës dhe natyrës së Lezhës e bën përvojën e pushimeve më të pasur dhe më dinamike, duke i kthyer ditët e verës në një eksperiencë që shkon përtej plazhit. Prej disa ditësh ndodhem në Shëngjin, ku po kaloj pushimet verore. Krahas bregdetit, sot zgjodha të eksploroj edhe atraksionet e tjera që ofron ky rajon. Ju bashkova një itinerari turistik ku vizitova Kalan e Lezhës, muzeet dhe lagunën Kunevain. Ishte një eksperiencë shumë e bukur që më dha mundësinë të njoh më nga afër Lezhën, historinë dhe bukuritë e saj. Ky është një vend shumë interesant që të ofron shumë më tepër se sa bregdetin. Gjatë këtij itinerari vizitua Memorialin e Gjergj Kastriot Skënderbeut, Kalan e Lezhës dhe atraksione të tjera historike dhe kulturore. Lezhë është një qytet me shumë histori dhe ja vlen ta njohësh. Nuk e dija që përveç plazheve ka kaq shumë vende interesante për tu vizituar. Jam shumë i kënaqur që u bashkova këtij turi turistik. Drejtori i turizmit në Bashkinë Lezhë, Renaldo Xhanej, thotë se synimi është të nxitet bashkëpunimi mes agjencive turistike, guidave dhe strukturave hoteliere për të krijuar paketa të organizuara që ofrojnë turistëve mundësinë të njohin të gjitha vlerat që ofron zona. Qëllimi jonë është të japim mundësi turistave të shikojnë edhe përtej detit. Duke qenë se ne kemi një territor që ka disa atraksione turistike, kulturore apo natyrore, krijuam një itinerar dhe duke komunikuar me operator turistik ku ishin shumë bashkëpunues dhe i bëj thirrje edhe agjencive ta vazhdojnë ta itinerarin, të mbajnë qëndrueshme sepse kanë numra shumë të mirë operator turistik duke i dhënë atyre interesa për të vizituar edhe zonat e tjera përreth. Mënyra jonë ishte që krijuam një paket përveç bregdetit ku vizituan Laguna Kunevain, vizituan Kalan e Lezhës, vizituan Memorialin, muzeet, edhe gjitha këto në brenda një dite. Ajo që ne shikum interesin e hoteleve, bashkëpunimi i tyre për t'i dhënë ditë tjera përveç bregdetit ishte shumë i mirë dhe i bëj thirrje gjitha agjencive, i bëj thirrje guidave turistike, t'i aplikojnë, të bashkëpunojnë me hoteleritë e Shëngjinit sepse kanë interes shumë për të shëtitur turistët e tyre përveç detit. Me hyrje në pikun e sezonit veror, numri i turistëve në Lezhë vijon të rritet. Përveç bregdetit të Shëngjinit dhe Tales, gjithnjë më shumë vizitor, po zgjedhin të eksplorojnë historinë, kulturën dhe natyrën e zonës.